What the fuck? Hey, njerëz të bukur. E premte sot ne jemi si gjithmonë bashk, gjithmonë në orën 8 me dy çunat e mi që sa të bukur janë bërë sot. Dhe ti e bërë si një karamele roz. E bërë si një Barbie. Faleminderit. Po Je kombinuar me rozen, më duket nga premium Valajthisa. unë jam bërë një babe shot. Okej. Ka qishte pjesa Ka që qishte nuk ndodh më. nisi është e pëlqyeshme për ne deri në këtë pikë. Është ende sekonda e 45 e emisionit. Shiko, po Luk nuk ka ndryshuar vetëm unë që ka marrë me roz sot si ëmbëlsirë, sepse Luk ka ndryshuar edhe Megi Pojani. Po Megi Pojani nuk është bërë një karamele, është bërë kështu me flokë të zeza të shkurtra, Po e pam, e pam. të Që ka bërë fortë, egër. Thuaj që është bërë si Kim Kardashian. ose si Luana Vjolta. Të dyja kanë kopjuar Kim Kardashian. Unë nuk e What's di. the point? Po Luana ishte më shkatët e bëri para një viti. e bëri para një Që ta viti. dini ju, më fal, që ta dini ju, para këtyre të dyjave e ka bërë Gjensila Myrtezaj. Jo. O zemra më fala, Tek s'është nga- kopjuar kjo nga ajo Jo, jo, Macja e Zez, ai filmi me atë Macen e Zez që është ajo gruaja Hailey Berry. Hailey Berry, po. Jo, po them nga këto shqiptare. Po jo, se Luana kishte postuar me që na e kujtuat. Dhe po njerëzit të për komente ishte Gjensila zemra e ka bërë Gjensila. Dëgjoni pak. Luana nuk ka asnjë të drejtë të thotë me që na e kujtuat, sepse ti kur frymëzohesh, s'po i quaj kopim, kur frymëzohesh nga një influencer e huaj, nga një person jashtë si Kim Kardashian, ti s'mund t'i thuash Megi Pojanit, më ke kuptuar mua. Pa jo nuk tha, e la të nënkuptuar Po Luana. pra, po Jo, s'ke Luana doj. ka Ti shikon folur, virë pa. trëndafilat. Luana ka folur dhe në emër të Kim Kardashian, sepse i është ankuar Luanës. I ka Me thënë, vërtet? Lulu, what's going on? Jo, dëgjon, se mbase është i keq interpretuar edhe nga komentuesit kjo gjë, sepse ajo nuk tha unë e kam bërë e para, tha me që na e kujtuat. Pa shkunj, momisi, shkunj. Po tani mund mos se unë bën unfollow ato. Mund mos e kesh pasur me keq dashje, mbasi ka bërë Megi unfollow se mund ta ketë marrë si Me shumë të Më drejtë, fal, unë jam tim Megi në këtë. Si kanë qenë marrëdhëniet e Luanës dhe Megis? S'kan pas Nuk ndonjë është se Kam kanë pas, nuk është se kanë qenë Thjesht shtuar. kolege një korrekte. bif, nuk është se kam pas ndonjë biftek. U desh Kim Kardashian që të bënin. E po çfarë bëni Ça influencë Kimi më shok deri në Shqipëri krijon. Mirë influenca e Kimit, po mu ma Debate. bitën lulet e Luanës. Prap lule ajo. Prap Lula, unë do hap një Lule. dyqan lulesh poshtë pallatit të Luanës. Ajo më mirë të kishte hap një dyqan lulesh se sa brendin e veshjeve. E vërtet imazhi i asaj tani ata shohet pas Fiks me luleve. lule, ja kishin bllokuar rrugën, Ore, po kalon të prit, dot. se A, me unë qenë pash, komshiu unë Luanës, pash disa ta vu. komente që thonin mos ja bën vetes në këtë E po në këtë Po e pikë kemi nuk e besoj me diskutuar, jo, e këtë kemi teori. diskutuar. Nuk është nuk e është besoj me normale t'ja bëj vëdashjes, vetes në këtë pikë. Do ishte jo normale. Tani herën e parë dhe mund të jetë Po pra, normale, ishte, po përshëndetje, më duhen 500 lule. Po për veten më time. duhen ja 80.000 euro lule. 80.000 euro lule. Nese, we love Luana, we love Po, Megi. Po We një temë love tjetër, we love you fix. Një temë tjetër që ka trazuar ujërat e showbizit Jo, ka qenë jo. Ermal Mamaçi me deklaratën e tij fillimisht që të varfrit e meritojnë të jenë të Më lër ta varfër. lë pak të. Të cilën unë mendoj që ai për dy arsye, një ka bërë për të tërhequr vëmendje, po dy ka Ermalit një i farë të lumt. drejtë në I atë lumt mes. Le të zemra se ka flasim për bërë një atë. super marketing trajnimeve Po dhe ka të drejtë Omi sepse me ndezjen e rjetit. çdo person është aty në jetë për arsye të veprimeve të tij. Pra Edhe të rrethanave mos Po i dhe të harrojmë, rrethanave. sepse Ndonjëherë varet edhe rrethanat në të cilat dhe ti Ermali gjendesh. nuk ka lindi pasur, sëmundja, po u bëi pasur. Hallet, problemet, ne nuk i dim dhe nuk flasim dot me siguri. Po pra, absolutisht është shumë e vërtet ajo që thua që janë dhe ndonjëherë rrethana të cilat të detyrojnë të mos ecësh dot përpara se dëshirën kush nuk e ka valla me qenë me Dëshira për sukses. take action. Ishte shumë komike fakti që ai e ftoi Emën në trajnimet e vet dhe tha ç'munga mund të trajnimet. Nuk Ka e gjëra më të rëndësishme. Ema është një diva, domethënë Ema është versioni Always. më i lartë i divës në Shqipëri. Në Shqipëri. mendoj. Më Shkon Ema kokë me Andrea. Greta Me Thunberg. jo, me Moza jo. Ahmetin. Me Ndoshta Ema si- Andrea dhe Moza Ahmetin. Ema Andrea është dhe fakti që Ermali bënte sikur bënte ironi, pastaj Qa ishte kjo e gjizës, do me thënë unë se kapa këtë Tash mua nuk më prishet Nuk më gjizan, prishet që Ema nuk më vjen. do me thënë, prandaj po thoshte a ke gjizë o beno. Tani e kuptove ti? O zemra po ti akoma se ke kuptuar që unë dua një çik të më vi sinjali, Atëherë, se s'jam aq do të djalluar. bleju 1 kg gjizmas emisionit. Dhe do të të quajnë Beno. O zemra nuk Ndoshta dua ndje. gjizë dhe nuk më prishet gjiza.
Më raft Ja, e kuptoj, e kuptoj dhe e ribër ironit. Misi më son shpejt. Më son ajo. Po këtë javë çka ke bërë Misi në gjë? Unë dola për Vox Pop, si çdo javë, do me thënë është bërë kështu E tradit. është bërë traditë e imja, po këtë herë me një temë shumë interesante. Se ke parasysh ta vipat ndahen, lidhen prap, lidhen me Gjëja një që tjetër. vipat bëjnë. Edhe unë kam vënë në peshore. Çka ke vënë? Kush ishte më i mirë, ishi apo aktuali? E çka kanë thënë? Kanë thënë, o ças kanë thënë, o patos, ndiqe. O patos? Quhen fatos për gjithë ju, por ndiqeni dhe rikthehemi. Fatos thash, e ndjekim. Unë kam ardhur sot që të pyes shqiptarët nëse vipat shqiptar kanë zgjedhur më mirë se sa ish partneri për jetën e tyre personale dhe bashkëshortin ose bashkëshortën që do kenë në të ardhmen, apo jo, do marrin mendimin tuaj. Butrinti apo Luizi? Luizi mo. Luizi thua ti? Luizi. Po pse Luizi? Ajo është gjë bukur. Me Jonida Maliqin apo me Heidi Bacin? Është përmirësuar në zgjedhjet e tij apo është përkeqësuar? Jonida Maliqin, mendon që s'duhet ishte ndarë nga Jonida? Besoj se po, mendim i mirë. Ndërkohë kemi Gjensila Myrtezajn, e cila ka qenë e martuar me Beskallakun Po. dhe pastaj u ndan edhe përflitet që është me Ledri Vulën. Është përmirësuar në zgjedhjet e saj apo Për mua është përmirësuar. është përmirësuar më mirë Ledri Vula? Edhe Sollakun nuk e përjashtoj, po nuk që i zoti ta mbante. Nuk Pati pse shansin mendon kështu? Pati shancën e mirë. Po pse thua që nuk qej zoti? Po, Mendon që Gjensila ishte më e mirë se sa Besi? se lejoj ndarjen në mes. Njëri çifte ka lejuar. Ndërkohë, Loredana këngëtare ka qenë e lidhur me muzikun dhe sot është lidhur me futbollistin gjerman Karim Adeyemi. Ajo është për zgjedhje ekonomike. Kush ka para më shumë. A Asnjëri thua? s'fiton. A thua pse futbollistët kanë më shumë lek se këngëtarët? Mendimi im ky është. Si është e mundur sot që ndahen gratë në burrat e burrat në gratë. Kiara Tito ka qenë e lidhur me Butrin Timerin dhe sot është e martuar me Luiz Eilin. Shumë mirë. Me kë ka bërë zgjedhjen më të mirë? Dëgjoj, ata e din vetë. Për lidhjen nuk ndërhyn dot njeri pse me këtë pse me atë. Atë deshi, atë mori. Atë mori. Shumë. Gjensila ndërkohë ka qenë e martuar me Besin, u nda nga Beskallaku, është lidhur thuhet me Ledri Vulën. Atje në Kosovë është lidhur. Në Kosovë, ka shkuar gocë në Kosovë. Kështu përflitet. Këngëtar është ai, këngëtar është kjo. I përshtaten profesionet, thua. Po ndërkohë, ish bashkëtuesja e Ledrit ka qenë me Ledri Vulën, Sara Hoxha dhe sot është me Erik Fullanin. Të keqen nena ty, po unë si njoh asnjëna. Erik Fullani është djali ish guvernatorit Bankës Shqipërisë. Ada Fullani po ai. Mendoni që Diesëm me euro. me euro. Mendoni që ka zgjedhur mirë Sara? Sa rapor, zgjedhë djalin dhe para. A kanë përmirësuar dorën në zgjedhjet e tyre apo jo? Femër me femër, mashkull me mashkull. Jo. Femër mashkull. Ti tjepër. Po Gjensila me Beskallakun që sot Asi përflitet me njo fare. Ledrin. Si një, a? Besila me Beskallakun të punga. Po pse atë punë? Pse mendon që kanë atë I punë? përqe vetje. Ai ka hyrë vetja në qe. Ndërkohë Loredana ka qenë me muzikun, këngëtar i njohur në Kosovë, sot është me Karim Adeyemi, një futbollist i njohur, por i huaj. Ti si mendon? Më mirë shqiptar apo të huaj? Ka bërë mirë Loredana që ka ikë jashtë. Nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi? S'ka rëndësi shteti? Mjafton që njeriu të jetë i mirë. Të ndihet Të mirë. doj, të respektoj për aq sa je. E vërtet. Gjensila nga ana tjetër ka qenë me Beskallakun, patën 2 fëmijë, por u ndan. Edhe funksionoi. sot përflitet me Ledri Vulën. Ashtu dhe. Tani më mirë me Besin apo me Ledrin? Këto femra që i ndërrojnë partnerit kështu, kanë oreks të madh. Vërtet? Mendon kështu? Kështu mendoj. Po pse mendon që Sepse njeriu- vjen ky oreksi? njeriu- Duke ngrënë. Ledri dikur ka qenë i martuar, i bashkëtues me Sara Hoxhën, sot Sara është me Erik Fullanin. Nuk e kanë problem. Se kam problem, thua? Kurse tek neve ekziston ajo, së thema i zakoni i vjetër. Edhe po të vuash, do durosh. Do durosh. Kurse ato bëjnë mirë që të çlirohen Aha. nga një peshë që nuk e mbajnë dot. Romeo Veshaj ka qenë dikur i lidhur me Jonida Maliqin, më pas me Heidi Bacin, që u bën shumë publike, me Aleksia Peleshin, por me asnjëra nuk i ka funksionuar. Mendon që është problemi Romeo apo vajzat? Jo, ky. Ky është problemi Që ku i libruar. Nuk e di, ka të bëj edhe ekonomia. Ekonomia thua Leku?
Edhe lekush, Për shembull Gjensila, çdo gjë shikojnë lekët. po, Gjensila ka qenë e martuar me Beskallakun. U ndan, kishin 2 fëmijë u ndan dhe sot përflitet me Ledri Vulën. Po, kam dëgjuar. E ke dëgjuar, a mendon që është përmirësuar në zgjedhjet e saj? Ja, Besi ishte më i mirë mendon? Tash ajo ka fëmijë me atë se duhet të shkojë me njëri tjetër. Pra për fëmijët mendon që s'duhet të ishin ndarë? Po, tash nuk e di, mbas edhe marrëdhëniet Nuk i kam pas mirë, po. Se njeriu do dhe tjetoj i lumtur, jo. Po, e vërtet. Siç ka qenë përpara martohet edhe mba, edhe sikur t'jeti keq. Ndërkohë, Kiara Tito dikur ka qenë e lidhur me Butrin Timerin. Sot është e martuar lumturisht me Luizin. Mendon që ka zgjedhur më mirë me Luizin? Ka bërë telebingo me Luizin? Nuk e di. Në lidhje me Kiarën. Sikur s'pëlqen. S'të pëlqen? Ja. Më mirë mendon Kiara ishte me Butrin Timerin, këngëtarin? Ai ishte më serioz, nuk e di. Më serioz, Sara Hoxha, ish partnerja e Ledri Vulës, sot përflitet që të jetë në një marrëdhënie me Erik Fullanin. Duken sikur janë vipa. Duan të ndrojnë partnerën, të kenë kështu vëmendje në... Mendon që e bëjnë për vëmendje këtë? Ka mundësi edhe për klikime? Për klikime, ka mundësi. A e dëgjua ata të zonjën që tha për hapjen e Oreksit? Dëgjua, po. Shqiptarët kanë ca komente. Çikora për të ngrënë se Kanë ca komente. Jo, ty nuk duhet të hapet Oreksi. Je bërë nuk e di ç'të të them sot, ka vesh gjinse për herë të parë në jetë. Kam kaq kohë që të them, vish gjinse dhe ti e bëre pikërisht sot. Mirë ti, po ky tjetri ka vesh gjinse të errta që nuk e merr tek se sot me gjinse jam kështu demi. Ju vesh shumë bukur sot. Realisht unë jam shumë falenderues LTB Jeans, që për herë të parë më bindi që unë të vesh gjinse, sepse nuk kam veshur kurrë gjinse, më po ta kisha ditë kisha sjell të bën më parë bu. Ti merja të bindin se më doli kjo këtu më. E di, ka qenë dëshira e misit që unë të vishem gjithmonë me gjinse, Unë e shikoja në ëndër Kostianin dhe thoja, do shikoja në ëndër me gjinse? Me gjinse. Shqetësuese për ty. Kaluam në detajet e tepërta. Përveç gjinse normalisht edhe bluzja dhe pulovrat. I love LTB Jeans, faleminderit. Po ti Toxhi. Unë jam shumë classy me koton. Kjo të shkojnë, zemra ty të shkojnë shumë xhaketa. Po, çdo gjë. E ke parë se e ka Belin Fatosi? Më tha dhe Alti, tha ty të shkon çdo gjë, tha, nuk e di ai tha për të më bërë. Alti stilisti që e falenderojmë shumë. Kostumografi Altin Lala. Altin Lala, thank you. Thank you Koton, thank you LTB Jeans. Now back to business. Kostian, çfarë ke bërë këtë javë ti? Back to 007. Na jepi çik atë Llogarin. Atëherë ju e dini që të hënën fillon Big Brother VIP Kosova. O bo. I ke gjetur? Dhe Kostian Gjerazi sjell për herë të parë ekskluzivisht emrat që do të bëhen pjesë e Big Brother VIP Kosova. Seriozisht. Uroj që disa ti ke shqylluar. Uroj mos kem gabuar. Se bëra gjithë intro. Ndjekim do rikthehemi me intervistën. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Detektivët. Shumë shpejt do të nisi eksperimenti më i madh social në trojet shqiptare. Një eksperiment që do të zgjasë për plot 100 ditë, ndoshta edhe më shumë. E kam fjalën për Big Brother VIP Kosova. Morëm vesh që fillon në 17 nëntor 2025 dhe është përsëri në moderimin e Alaudin Amitit dhe Jonida Vokshit. Ata u shfaqën së bashku si 2 lojtar shahu, duke treguar që kjo lojë këtë herë do të jetë shumë strategjike dhe shumë e fortë. Po kush do ta bëjë këtë lojë kaq të fortë? Kush janë banorët të cilët do të bëhen pjesë? Po çmimi i madh, sa do të jetë vallë? Disa nga emrat e banorëve janë zbuluar tani më. Unë kam punuar së bashku me një ekip të ngushtë profesionistësh dhe ekspertësh për të sjellë disa emra ekskluzivisht vetëm për ju. Le të lexojmë disa prej tyre. Disa nga të dyshuarit janë Nailir Piri, Brikena, Ibrodeli, Toni, Getoar, nuk e di ma është Getoar Selimi, Kushtrim Kelani, Diamant, Metor Haziri, Alba Polozhani, Sasa Hoda, Ikbale Haduti, Londrimi,
Dolce Donna, Hygerta Sako, Astrid Stafa, Shkurte Haxhia dhe Benita Zena. Mos u shqetësoni nëse ju nuk njihni gjysmat e këtyre personazheve, as unë nuk i njihja deri më sot. Dy nga të dyshuarat, të cilat kanë bërë më shumë bujë, është Iqbale Haduti dhe Alba Pollozhani. Iqbale, një grua e mbuluar me shami, ka kërkuar të jetojë në një dhomë veçmas. Ndoshta ajo lojën do ta bëj me Wi-Fi ose me Bluetooth. Ndërkohë nga ana tjetër, kemi Alba Pollozhanin. Pasi dha e mori besën në fermën VIP, ajo i drejtohet trojeve të Kosovës për të gjetur besa të tjera dhe për ta kapur këtë besë në shtrat me vajza të tjera. Por, me zbulimin e emrave, të shumë kanë qenë ata komentues të cilët kanë shprehur qëndrimet dhe mendimet e tyre të ftohta. Le të lexojmë disa prej tyre. Un.00 thot: hajtë se jam të e kurdis planet qysh tash, e din kush fiton, nuk ju besoj më. Chat GBT thot: Ani, s'dip se po e bajnë aq sekret e të madhe. Thu ti po e zbulojnë ai univers. 50% e publikut kanë harruar edhe kush ka qenë fituesi vitit kalum tek ta. B. Ari thot: s'jeni ju për Big Brother. B. Stone thot: nëse hyn mentor Aziri, keni mu pak tu kesh me të. A show men jashta që është këngëtar. Për ata që e njohin nga afër, e din që ka me dhez ekstrem, nëse rrin ashtu qysh është në jetën private. Kazimi Jerëm thot: s'ka mo as si Luizi, as si Gjesti. Genta: se kanë gjetë fitusin hala. Pra, shumë këta ekspert kanë dhënë mendimet e tyre. Disa nuk ju intereson fare Big Brotheri, e disa të tjerë mendojnë që kjo është një lojë e skriptuar. E deri në momentin që do të fillojë e gjithë kjo lojë dhe ky eksperiment social, ne do të mbetemi në pritje. Por mos harroni, ne jemi duke punuar ditë e natë për të sjellë vetëm gjëra ekskluzive tek ju. Dhe së bashku, ne do të shihemi në një moment të dytë, në një mister akoma dhe më të errët. Deri atëherë, qëndroni të sigurt. Okej, tani kemi arritur në pjesën e emisionit ku kemi të ftuar në studio dhe sot është një nga këngëtarët më të pëlqyer për publikun. Daljen e parë e ka bërë në The Voice of Albania dhe ndryshe nga të tjerët, ai ka punuar akoma më fort dhe e ka arritur karrierën e tij ditë pas dite dhe sot është një ndër emrat më të përfolur të industrisë së muzikës shqiptare. Misi, kë kemi sot të ftuar? Lorenz Hasrama! Një sekundë, se kam respekt. Faleminderit për fjalët e bukura. Po unë nuk jam një nga emrat më të përfolur të industrisë. Po pse more? Tashi lutem shumë tani. Unë e di që ti je modest, po çfarë gjë le të them? Në muzikë, jo në showbiz. Në muzikë. Jo, një sekondë, ishte gabim. Muzikalisht po jam i mirë, jam Ato do shumë thoja të përfolur për muzikën dhe jo për skandalet. Po jo, si jam. As për jetën personale, vetëm zëri. Me drejtën, po muzikalisht po e pranoj që Muzikalisht, Një nga gjërat më të bukur të këndimit live, se kjo është tu e qetësojmë gjithë gjë. Jo, po unë e them shpesh, këtu nuk ka VIP-a, këtu ka njerëz me lek dhe njerëz pa lek. Tani te cila kategori futesh ti? Te VIP-at me lek apo VIP-at pa lek? Jo, unë jam VIP, jam këngëtar. Unë mendoj që fjala VIP ka shumë këndvështrime, unë thjesht nuk e shoh në atë konceptin që dole në televizor dhe je VIP. As nuk kam luftu në herë për ta qujtë veten tillë, unë mendoj që këtu VIP është Dirama, kupton me thënë drejtën. Ska VIP të tjerë. Po flasim për rëndësi, domethënë, unë nuk besoj që kur dalim këtu, do dal tani në rrugë, hajde dalim bashkë, nuk e për të pana një të shkul flokët aty, as nuk do kem nevojë për bodyguarda të më ruajnë mu. Shumica mund të jenë të pakët ato individa artista që ndoshta shqetësohen, unë mendoj që janë shumë të pakët, pjesa tjetër edhe po i ka këto bodyguardat vërdalli ka kot për sy e faqe. Për fasule, i them. Më pëlqeu shumë kjo që the, sepse edhe unë kështu mendoj Lorenz. Domethënë ka pak njerëz që janë shumë të famshëm. Shiko, ndonjëherë unë e di që mund të ketë dhe komente kur unë them këtë që po ky pse u bë kështu arrogant ose po. Po është mendimi jot personal. Vjen një moment që njeriu duhet t'i pranojë ca gjëra dhe publiku duhet të fillojë që të bëhet pak realist. Kështu që edhe mbi të gjitha publiku duhet të vlerësoj mendimet e të tjerëve. E vërtet. I mirë apo i keq, vendimi i tjetrit është mendimi
yt real, më mirë se sa ti Dhe mbi shfaqja. gjitha unë nuk po them asgjë që gabim, unë mendoj që në një vend vogël si vendi ynë, që është me shumë të bukura, me shumë të mira, këto fryrjet E tepërta në përgjithësi, jo vetëm në showbiz, ku di unë janë kanë prish pak situatën. Këtu në Shqipëri ka më shumë vipa se sa popull thjesht që ndjek vipa. Prandaj po të them, unë jam shumë dakord, unë nuk po them, është të ndjekësh ëndrrën për të qenë dikush. Është okay, po s'ke pse quhesh VIP. Domethënë, unë nuk quhem VIP, unë jam një njerëz që bëj muzikë, e kam zgjedhur ta bëj këtë, e bëj me shumë dashuri, e bëj edhe kur s'kam forcë për ta bërë, e kam dhe profesion, jetoj me këtë gjë. Jetoj mirë. Ti e ceke pak më përpara që ky profesion ka të mira dhe të këqijat e veta, ka ups and ka downs. A ka pas ndonjë moment që ndoshta ke dashur dhe të heqësh dorë nga muzika? Para Të ndodh shpesh. Zakonisht më tepër më ka ndodh vitet e fundit, do të thënë ndoshta në rritje, duke mund të them startu herët. Dhe fillon ndjen një presion të panevojshëm nga njerëzit. Njerëzit prandaj po flisja, unë ulem dhe marr parasysh edhe shoqërinë time që jam rrit. Se jo domosdoshmërisht, tjetër gjë shoqëria që ti bën gjatë fushës që ti merresh pastaj. Tjetër gjë shoqëria që ti e rrit. Dhe jo domosdoshmërisht e njohin artin apo njohin, po flas për çdo profesion mbi të gjitha. Po të bësh art është pak temë delikate, duke qenë temë delikate, kërkon pak nuk e di, nuk mund të jesh kaq i prerë, domethënë, dhe njerëzit të shtyjnë dhe t'japin një energji që ti e ke të panevojshme. Edhe ka ndikuar te ty? Absolutisht. Absolutisht, domethënë unë ka pas periudha të gjata që kam zgjedhur edhe ndoshta të zhdukesh pak, po. Të zhdukem, s'kam hap edhe telefonin të shumë njerëz, domethënë maja atë rutinën time, studio, shtëpi, edhe edhe një ripërsëritje e rutinës. Sepse nuk kisha nevojë që të kuptoja se çfarë dua në fund, sepse ndikimi i njerëzve, ne jemi edhe pak Jemi pak të ashpër si popull. Po, dhe duke qenë vend i vogël, domethënë ndikimi është i madh. Sado që nuk e pranojmë, edhe kur nuk na intereson, thell diku aty të prek. Janë dhe pak agresiv në mënyrën se si e shprehin qoftë edhe kritikën. Jo, domethënë sepse këtu, siç thash dhe më përpara, suksesi ka vetëm një formë. Edhe këtu suksesi shikohet, nuk ndjehet, nuk ka ndjesi. Domethënë suksesi matet me followersa që janë shumë bëshme. Matet me koncerte, po nuk e vlerëson njëri që s'du me dalë në koncert. Nuk merret parasysh kjo, po s'kam pa vërdall thotë ai. S'të kam pa te filan klub. Nuk e konsideron që dhe ti mund të zgjedhësh se jesh apo jo në koncert. Nuk e konsideron që nuk është sukses vetëm të kënosh me një klub. Unë kam kënu në klub dhe nuk e kam gjetë veten personalisht. Pse nuk e kam gjetë veten? Sepse o do kesh hitet të tipit hip hop edhe më thët thash, se unë kam balada, nuk që përcehen, po. Unë jam pop rock, kam balada, shumë pak i kam ato komercialet, edhe ato që kam hit komerciale më vjen të është dashur të bësh këngë komerciale vetëm për treg. Ka qenë një moment që ne na kishte marr pak, unë e them me veten që na ka marr ajo energjia që do ta bëjmë këtë vëlli, i kemi prek dhe pastaj kemi pa që pritet se pas kam qenë më i lumtur te ai lokali me 300 veta, duke bërë muzikën që duan. Dhe mbi të gjitha, çfarë vlerë ka të bësh art kur ti je i lumtur dhe çfarë vlerë ka funditës mos thjesht ti i lumtur edhe të bësh tjerë të lumtur. Pra ti je në fazën tani që thua do bëj këngë për qefin tim dhe jo për qefin e të tjerëve. Unë mendoj që unë ja them çdo artisti të ri që kam taku, që më çdon mundësia të flas, mos ma merr për keq që kam thënë, mos bë kompromis me shpirtin tat. Artisti është ndjesi, domethënë i gjithë si artist. Po, edhe ti bën kompromis me ndjesinë tate që domethënë ti harxhon energji për të bërë tjerë të lumtur, se kështu i bin fund ditës, se ku për të thonë tjerë dhe prap do keni gjë për të thonë. Edhe prap gjithmonë publiku do ketë gjithmonë një gjë për të thënë. Prap si jemi aftushëm. Jo po mishi i ftohtë. Jo po çka këngëtari jeti ai tjetri ka Ferrari. Edhe Lorenci erdhi në pikën. Ja, sa kupton, çka kemi sa pilot burr. Po, ky është tregu në cilin ne jetojmë. Atë është dashur ty të marrësh makina të shtrenjta në klipet e tua për të dukur më bukur. Nuk është i gjë që më përfaqëson dhe s'kam pas nevojë. Ora, unë s'kam asnjë gjë edhe me ata që i kanë bravo i qoftë. Unë thjesht them që mos të preket çdo kush nga kjo dhe ata që nuk e kanë nevojë, mos i përgjigjsojnë artistët. Unë jam shumë dakord se nuk duhet përmend emra që ka artista që i shkon edhe me personalitetin që kanë krijuar në karrierë, domethënë është personazhi është i tillë.
fund ditës e ka arrit, nuk po flas mos të blesh diçka ose mos kesh makinë. Bleje, bravo. Ti nuk do ta shohësh me këtë gjë. Po nuk funksionon vetëm kjo, është nga publiku kjo gjëja, nuk është nga artistat. Më të vjen nga publiku. Po kush e edukoi publikun në këtë Nuk ka faj formë? askush. Unë nuk mund të fajsohem pse unë bëj diçka nesër, që jam vetvetje, bëj diçka dhe merr mas dhe bëhet trend. Nuk është faj, nuk mund të fajsosh mua. Ndërkohë ti u bëre i njohur për publikun në The Voice, pra për publikun e gjerë. Por nuk arrite ta fitoje dot çmimin e parë. E di çfarë më kujtove në atë moment, tash gjithmonë vendet e dyta, vendet e treta bëjnë karrierë më të madhe, më të mirë se sa fituesit. Tani ti je një shembull i kësaj. Shiko, unë në përgjithësi nuk e them e kam përsërit gjithmonë, unë nuk jam shumë kompetitiv si natyrë. Do të thënë unë më shumë bërtas për të fituar i lojën Calceto ose për të fituar Milan i kam qenë të u thy televizore para jave. Po jo për profesionin tënd. Jo për profesionin tim. Unë sepse unë mendoj që çdo gjë merr formën e vet. Është e pa evitueshme në një formë në një tjetër ti do marrësh atë që meriton dhe në fund të ditës dhe nuk ka lidhje fare me kompeticionin që kam qenë dhe për mënyrën se si shkoj. Unë jam përqafu në një fazë, diku nga mesi programit, unë jam përqafu shumë nga publiku. Dhe bënte një farë diferencë. Pikërisht ishte ndjeshme diferenca që ti kishe në atëherë. E para herë, jo gjithmonë njerëzit që të përkrajnë votojnë. Sepse edhe unë e kam përkrajnë diçka, po se kam votu. E dyta, unë mendoj që në fund të ditës, diçka, edhe ju sot që keni këtë programin që është goxha i bukur, duhet ta përdorni këtë për t'ju katapult për diçka tjetër më të madhe nesër. Ose kjo mund të jetë mjaftueshëm për ju nisja juaj. Shiko se kohët e fundit po qarkullon dhe një meme shumë virale që votat janë bler nga publiku. Se më the, jo gjithmonë ata që votojnë. Nuk flas. Ti çfarë ndodhi që ti se fitove? Ti si e mendon? Çfarë ndodhi? Çfarë nuk shkoi? Unë mendoj këtë. Unë e mendoj këtë sepse jo gjithmonë, ta thash, jo gjithmonë ajo audienca që ti ke në rrjetet sociale është aq kompakt edhe në votim real. Me thënë, ndoshta dikë tjetër e ndjek një brez më i madh që është më i pranishëm me vota, ty të ndjek një brez tjetër, ndoshta edhe pse unë kam edhe nga një brez më i madh kam goxha për kraje. Pastaj se gjithë gjëja është që të kesh pak fat në vazhdim edhe ta përdorësh siç thash, të punosh për fatin tënd. Unë me thënë drejtën direkt nga The Voice kam pas fatin që kisha shumë kërkesë, po flas për muzikën live. Kisha shumë kam pas gjithmonë të energjinë që kur dilja në skenë e bëja timen situatën, s'doja ta dija kush ishte më i madh dhe kush ishte më i vogël, nuk më interesonte fare. Dhe nuk e kisha si ego, e bëja natyrshëm. Unë nuk e bëj të shtirur atë që dalë në skenë dhe në momentin që po më shef në një moment duke tund kokën, nuk e bëj me ngjap bukur, se kam bë para pasyrës. Lorenz, po sot kur e shikon kështu qetë dhe ftohtë, a je ti, a e konsideron ti veten më të suksesshëm se Tiri i cili e fitoi atë edicion? Të vërtetën. Shiko, ke dalë fiks te një temë që lidhet me atë që nisëm emisionin dhe doja dilja dhe unë. Suksesi ka disa forma. I suksesshëm, unë e them shpesh, i suksesshëm është edhe një miku im që bën muzikë dhe ka zgjedh, ai thotë do marr makinën, do dalë për Europë, do bëj muzikë, thotë, me këtë makinën, do kthehem prap. Bën muzikë në pub gjithkohës dhe ai ndihet i lumtur aty. Në veten e vet. Suksesi ka disa forma, për dikë mund të jetë Tiri më i suksesshëm se sa unë. Për dikë tjetër mund të jem unë më i suksesshëm se sa Tiri. Varet çfarë koncepti ke mbi suksesin. Dikush thotë, "A mos e ky se na ka dalë dhe nomi tani sa filloi çik çyp është Tallavaxhia, më kupton." Fare kështu pastaj fillon vjet gjithë arabik bën, e ke parasysh? S'ka problem. S'ka problem. Kështu që dikush thot për mua, "A mos e ky kështu bë, kurse ky Tiri thot bë", e ke parasysh? Dikush tjetër thotë, "A më ç'a bë ky tjetër është më i mirë." Kështu që është. Pra nuk do ta vendosësh në peshore suksesin tënd me të Nuk jam Tirit. unë askush, absolutisht që unë jam më i suksesshëm se të gjithë të tjerët, nëse e them unë. Po jam për veten time. Po. Pra, konkurenca është vetëm me veten. Po, unë nuk e vendos dot. Nga një kompeticion në një kompeticion tjetër, ti rikthehesh për të dytën herë në festivalin e këngës në Radio Televizioni Shqiptar, por këtë herë edhe si kantautor. Po.
Po si lindi kënga Lam tu mirë? Pra si erdhi se unë lexova pak dhe ishte një histori dashurie. Të ka thënë dikush Lam tu mirë? Shiko, në përgjithësi, domethënë unë kam vujt në për këngë dhe kur kam qenë kështu shumë i lumtur. Mes vipit në klab me duar lart me syze. Ke shkruajt në këngë aty që më live. Jo, nuk e kam shkruar, kam dhavi kënga kishte dalë në YouTube, kishte 2 ditë, unë isha këtu. Tu kërcy. Lorenzi që vunur do ja ku e ke. Po tani gjendja tani aktuale thjesht. Jo, unë jam shumë okay, jam nga ana dashurisë jam stabilizuar. Nuk je kështu, je okay. Si do të miku i mos bylyku. Jemi rregulluar. Në një videoklip që isha me lidhur, me zinxhire, me litare, ku diun. Thash sa vun ku diun. Ka 2 personalitete pra, në klip e vuan. Atë erdhi ty si emocion. Më erdhi. U zill. Unë ndava. Unë mendoj që, domethënë ti je artist, më përfshin që ti është njësoj, sidomos në klip, po është si puna filmit që ti merr një rol, edhe si thon aktori më i mirë është ai që futet më shumë brenda rolit. Kështu është edhe muzika. Ti futesh nga 4 akorde piano, është shumë e thjeshtë, besoni më që futesh në një gjendje që ti s'e ke përjetuar kurrë, kupton ndoshta po. Si janë pritshmërit për këtë vit në festival? Jam kompetitiv. Pritshmërit janë ato që un kam pasur gjithmonë. Mirë, se njeriu e thotë që okay, këtë herë du të ikin në Eurovision këtë herë. Dua ta përfaqësoj Shqipërinë thua. Ose çdo njeri do të shkojë në Eurovision. Kur shkon aty do të shkoj në Eurovision, po unë nuk shkoj me atë ide, unë nuk bëj këngë që kjo kënga, po të shkosh në Eurovision me këtë këngë. Do bëj shumë sukses. Fansa do thon unë do stres. Jo, unë bëj atë që di të bëj unë. Unë festival po kam bërë diçka që duke qenë ajo orkestra madhe, këngët janë tipikisht për atë gjë. Domethënë, kanë orkestrë brenda, sidomos kjo këtë vit është. Me thënë, janë ato ndjesitë mia, Vasco Rossi, në Shqipëri unë e kam gjuar shumë Piero Çako. Edhe adhuroj si artist edhe te ky materiali është shumë ndjesitë mbledhura ndër vite, që unë doja të kisha një material të tillë, shumë klasik, edhe si i thënë në këtë periudhën e verës nuk kam qenë aktiv, domethënë shkoja në koncert dhe nuk postoja as foto që isha në koncert. E kisha zgjedh kështu, isha shumë low profile. Edhe zgjodha të mos prodhoja muzikë, domethënë mos nxirja këngë, mos isha fare në impakt me këtë pjesën e internet, rrjeteve sociale. Edhe me thënë drejtën, si rrallë herë gjatë 3 muajve të verës, jam ullë në studio kot, isha në gjendje kështu të rënduar në thonjza, po jo në lidhje me marrëdhënien apo me ndjenjat. Jo personale. Jo, ishin personale, po lidhje me karrierën, me vitet, se si duket sa i kanë ai vit. Shumë profesionale. Profesionale, po me veten, domethënë çfarë po bëj. A është kjo që du të bëj, a dua ta bëj më apo e bëj këtë se më sjell benefite, përfitime, apo po e bëj se janë ato në dyshje që ka njeriu her pas here në me zhapik. Kështu si thotë. Edhe ulem aty, okay, shkela, po e pranoj, kisha i shishe whisky aty. E cigare? Cigare, po, whisky. Cigare po e bëdha. Isha vetëm unë studio. Duke lotuar apo jo? Jo. Jo thjesht, mu kriju ajo gjendja që doja. Erdi muza. Mua zakonisht këngët më të bukura që kam karrierë, të paktën ato që kam pas dorë, që një nga ato është si të flas quhet, ajo është vetëm e merrem. Janë këngë që mu kur më vin demo, më vin freestyle, më vin direkt dhe me tekst. Mu po merrdi kështu do të thotë që është ndjesi, është shumë. Kështu erdhi dhe kjo, e bëra shumë shpejt strof refren, edhe pastaj nuk e mendova për festival faktikisht. Ishte ajo periudhë që do bëj një album, do bëj ato gjërat që dua unë. Po pse nuk erdhi albumi? E kam akoma në plan. Okej, është në punim e sipër, nuk është se ke hequr dot. Kjo kënga ndoshta mund tjetë edhe pjesë e albumit, po se s'ka asgjë të keqe, po. Edhe vendosa ditët e fundit të festivalit. Më kujtove këtë këngën tani që ka qenë te kënga magjike mos gaboj në bashkëpunim me Olsi Bylykun. Edhe New Artist. Po tani do na këndosh gjashtët. Tani e di çfarë doja të pyesja unë, se atëherë ka qenë dhe debutimi i Olsit si këngëtar. Jo, kishte bërë, po, ajo ishte një shpërthim shumë. Kjo ishte më realja, më Olsi. Tani ndihmove ti në karrierën si këngëtar Olsin apo të ndihmoj ty Olsi në karrierën tënde si këngëtar? Unë dhe Olsi e kemi pas dhe e kemi sot e kësaj dite, kur flas në telefon me Olsin, unë e merr vesh shtëpia, lagja, 1 orë gjys bisedë të bullizim dhe gallata. Olsi Bylyku. Kështu që kemi shumë kimi me njëri tjetrin, merremi shumë vesh. Edhe unë ne rrinim shumë të dy.
çdo ditë. Edhe duke ne çdo ditë, unë dija atë se Olsi kishte shpërthyer portokallin atë kohë. Po, ishte në kulmin e tij si humorist. Do shqiptarët nuk I ndajnë dot të mbajnë mend atë të vejnë një dam kënë thonë se ajo për keq. Shikimi katë. Është ajo first impression për shtypja e parë. Këtu knu thoshin atëherë. O vlla, po ti ngjoje herë, se si jep, më thënë ngjoje çfarë lidhje ka? Njeriu bën atë gjyka. Edhe okay, gjykoj, po un kisha faktikisht ajo kënga ka nisë nga një demo shumë e vjetër e Olsit, para se Olsit ishte I njohur. Para se Olsi ishte I njohur. Okej, pra Olsi që atëherë kishte tentativa. Po ne kemi qenë shumë lagje, shumë afër. Ju jeni shok apo dhe kushëri? Ne jemi shok e kushëri. Gjitha bashkë. Komshi. Edhe Olsi më tregon mu një natë nga ato demo që kishte bën shtëpi dikur 15 vjeç. Edhe ai e kishte nis si balad, që mu preku shumë, edhe vazhdonte kështu gallat pastaj, kupton? Se e ka pas shumë qef Eminem dhe dilte kështu pak tim shady kënga. Pra e ka pasur këtë grintën e këngës Olsi, nuk është se e futet ti në këngë. Olsi ka pas primar, unë kur e kam pa Olsin portokalli, më thonë unë jam habit. Sa bën ky këtu? Jam habit. Jo, sinqerisht jam habit. Edhe, më thonë unë e dija gjithmonë që do të jetë reper, do të jetë, po si duket, do njerë nuk të hapen sa dyrë dhe nuk është. Po, dhe ju hapen këto dyrë të tjera. Edhe unë rasisht kam shku The Voice, edhe mu më thonin çdo ti këngëtar. Unë kam shku rasisht fare, thash unë ta eliminohem këtë javë, se më shikon që s'di me kënu. Si se dhe ti në fillim, gjithmonë do kenë diçka për të thënë. Kështu që ka lind nga një demo Olsit, nuk ishte fiksa shumë pa energji aty ka ardhur. Pastaj jemi ul me Gend Miftarajn, kemi ndrua akordet e këngës. Po, që u punua pastaj. U prek dhe teksti Olsit, erdhi shumë natyrshëm, ai refreni unë e kam kënu atë refrenin, kam hyrë me kënu strofën. Edhe mikrofoni shqyr hap. Merë refreni me sy myll, su knu më merrti bashkë me tekstin. Edhe po doja se knoja ato të. Ajo mbetet pikë si këngësh, si do ta vlerësoj karrierën e Olsit si këngëtar? Se tani është kaput pa nga humori, tani po merret me këngë. Tani është bër full time këngëtar. Ti si koleg. E ka profesion atë, sado që njerëzit tonë po çdo ky ai vazhdo fito lekë, I mrej. Si do i vlerësoje ti si koleg, si mik karrierën e Olsit si këngëtar? Unë Olsit I kam dhënë gjithmonë 10, nuk bëhet. Unë jam nga njerëzit që kam besu edhe besoj shumë te aftësia Olsit për trepu, edhe te ndjesit, edhe mbi të gjitha ja vlerësoj shumë arritjet se më thënë ta rish kaq shumë, edhe duke thënë njerëzit që ti s'di me kënu, vazhdojnë këngët kënej. Po sepse ka qenë kjo e humoristëve që bënin pak humor, pastaj nxjerrnin ndonjë këngë. Ai ka bërë këngë tamam. Ka bërë muzikë. Ti muzikës duhet I jap, ti muzikë mbyll sytë edhe dëgjoje, s'ke nevojë ta shohësh kush e kënon, ç'pun keti. Po kemi për shembull dhe rastin e Beskallakut. Besi ka bërë parodi edhe I është I suksesshëm. Po shumë ndryshe. Po Besi është I suksesshëm në atë që ka realizuar, mund të them që është më I suksesshëm. Ai, domethënë është ja ka arrit qëllimit vet në lidhje me atë. Besi nuk ka dash bot këngëtar, ka bërë këngë për çefin e tij, po. Me çon si ka se shoh se këtu është problemi, nuk mund gjykohesh se ti një moment do të nxjerrësh edhe diçka serioz kur je humorist, për të shprehur emocionet tuaja. Do të thuash sa fjalë nëpërmjet muzikës. Po ti po thua që Olsi bën muzikë të mirëfill. Olsi Olsi ka shumë vite që nga si të flasë mrapa, ai djali është tërbuar. S'ka lidhje, unë të shif tekstet nëse e njeh hip-hopin në rregull. Mos I shif fytyrën, po e keni bezdi. Mos e shif kush po e kënon. Po e keni kaq hall. Lorenz, dua të di pak mendimin tënd rreth miksive në showbizash, e lehtë të krijosh miq në industrinë tonë të muzikës? Ti a ke miq që janë këngëtar, a ke miq këngëtar në këtë industri? Fjalën miq e qy shumë të madhe se zakonisht kam miq ato që kam pas që ku kam qenë nga mosha më e vogël shumë, pa qenë fare pjesë e industrisë. Absolutisht që kemi kolegë, që kemi marrëdhënie shumë të mira, korrekte, ndajmë shumë respekt, por që pastaj kam përshtypjen që, shiko, unë nuk kam qenë shumë agresiv në karrierën time për t'u bërë rrezik për dikë, që ta prek shumë këtë pjesën që ti thua. Po jam shumë I sigurt që nëse do kisha qenë, do isha kthyer në rrezik shumë të madh. Do të ishin bërë armiq? Te kjo pjesa e live-it nuk është shumë kjo, po nëse do kisha dalë te kjo gjëja tjetër, te këto shifrat, më them komerciale, 20.000 njëri, 15 tjetri, nuk brenda ditës, brenda javës. Kam përshtypjen që fillojnë krisen shumë gjëra. Po te kjo rryma ime është pak është me shije, nuk është me zhurmë. Do me njerëzit kur të marrin se duan të dëgjojnë ty duke kënu. S'ka lidhje me zhurmën që ti ke bë. Tani boll me llafe ka ardhur momenti që do merremi me lojë dhe e shef këtë butonin e kuq këtu.
Ti duhet ta shtypësh këtë dhe të përgjigjesh Unë jam as shef me gjën e lajme parë që të shumë. vjen në mendje. Okej. Okej? Fillojmë me pyetjen e parë. Kënga që do fshihet nga repertori yt. Jo, na e prishe Na butonin. duhet një bazë tjetër. Këngë inja. Po, Jotja. Vaj, kam një vaj, e pëlqejnë, po unë se kam qef. Okej. Kërkesa më e çuditshme që ke marrë nga një fanse. Më kanë marrë herë bluzën, i thash o Kosovo gjithë djerë, sa O, kisha dalë nga bo, scena. O, ka qenë nga fjeri. Kam qenë, mos ka bën, duket se kam qenë Shkodër, po jo, edhe unë nga që jam edhe tipi kështu, do më kisha dalë nga lokali, edhe i kishim makinën diko aty afër, unë po isha bluzën po ndroje, ma e mua dhe bluzën, më thëmë, kjo të i thashe këtë? Të gjithë djerës, Janë të frikshëm. Me mor robi bluzën time, me robi bluzën time, kur si me që Cristiano Ronaldo, kur pak me çik bluzën. Po mi bluzën tate, Unë ka po të nga bluzën Tirone, këtu me çik bluzën. Mi bluzën Si tate, po kom po zbrit bluzën nga tate me Las djerës. Vegas. Se këto bluzën tate me djerës. Ja, djersa nuk është se më erë të keshe kofsh. Pyetja tjetër. Fjala e parë që të vjen në mendje kur të dëgjon emrin Louise Ailey. Fituesi Big Brotherit. Okej. Arsyeja pse u ndave nga eksi. Me atë që du jam, kështu që s'është nga eksi nuk është se kam pas marrëdhënie kështu të konsoliduar. prandaj. Thuaj 3 gjëra që bën pas një koncerti, përveç se i jep fanseve bluzave me djerë. Jo, atë ja rrëmbyen. 3 gjëra, marr një gotë në dorë, du gjithmonë mas, nga që nuk frekuentoj më të pi alkool para se të ngjitem, maksimumi një gotë. E kam dhe një gotë mrapa, nez një cigare që e kam kështu, hedhan ti djerës drejt bluzën. Filmi që e shikon gjithmonë dhe nuk të mërzitet. Janë shumë. Një të preferuarin. Preferumin Equalizer me Denzel Washington. Okej. Nice. Pjesa e preferuar në trupin e një femre. Syt, se imi e ka shumë të bukur. Këngëtar shqiptar që dëgjon më së shumti në makinë. Këngëtar shqiptar. Po. Janë shumë, është Eugen Bushpepa, Shaurela Gaçe, Gjëjë Kencin tim, Olsin tim, janë shumë, Okej. po Gentin e kam pas idhull gjithmonë, sado që... Cila është ëndra më çuditshme që ke parë? Ku diun, po shifsha herë kështu, sikur më ndishin për me mvrap. Edhe i thoja nëndër, po çka kam bërë? Sa ka marrë? Pyetja e fundit, cili është një person i famshëm që do doje të ngecje në ashensor? Nëse do ngecje larg qoftë, me këtë do doje. Kush, për shembull, ka më muhabet më të ëmbël? Po jo këto Olsi Irkenci tani Do këtë e di. shqiptar. Shqiptar pra nga showbizi Po jo jo. Olsi Irkenci se këta e dimne që do ngecje ti do bësh nami po. Do bëjmë dhe një këngë aty brenda. Album. Albumi. Me vjes pupa, se kom kopa vol. Se doni live, ata nikte? Po, maruam nga Ti e po prish ky. Okej, boga dhe dia dy lojë po të stoj Olsin. Nga kjo lojë do kalojmë në një lojë tjetër. Unë do të vendos disa personazhe këngëtar këtë herë, Po, të cilët ti do zgjedhësh artistikisht, personalisht, zgjidhi vetë si do dush Sipas ti mendimit tënd. kriterin tënd. Do jap Do mendimin tim. zgjedhësh, jo, do Do zgjedhësh. zgjedhësh. Do zgjedhësh. Mendimin daç jepet daç jo. Nuk të detyrojmë. Ti zgjedh për mirë apo keq tash? Për mirë. Për mirë, për Po, mirë, okay. normal që për mirë. Okej. Josefin Marku apo Luizi? Oh. Si Erland kam nën. Shikoj, jo, janë të dy. E nis në vrullshëm. Janë të dy, janë shumë të ndryshëm në atë që bëjnë. Josefini është pak më oriental, më afër pjesës diasporës në të këndume, është shumë nice aty, po për një këngë që unë e dua shumë me Juliana Pashën, që kanë në këngë magjike, se nuk po më vjen tani, Luizi. Jo, Do zgjedhësh Po, Luizin. Luizi. Okej, Luizi apo Fifi? Fifi. Fifi apo Olsi? Olsi. Olsi zemrës. Jo, Fifi ka një artiste shumë të madhe brenda dhe unë e di, edhe është absolutisht për tu vlerësuar dhe ka lënë shumë këngë, sidomos balada shumë të bukura. Nga zërat më të Okej. bukur. Se Olsi është Olsi është çoku jo të zemrës, kuptoj, jo, tani. pa edhe Olsi ton kur më tregon edhe demot që s'kan nxjerrë, edhe këngë domethënë i shijoj goxha, nuk është se e them vetëm se e kam shoh. Okej. Olsi apo Egli? Olsi. Olsi apo Elvana? Olsi. Olsi apo Flor Mumajesi?
Tani këtu Kjo ishte kështu. i vendose vetë për ballë. Apo nuk diskutohet, po Flori tani ka peshë tjetër në tregun ton, kështu që nuk është se a diskutimi para janë shumë të ndryshëm, gjithsesi edhe Olci po tishte do thotë Flori, kështu që Flori. Kështu që Flori urime. Flori riktheu se ka shumë apo të përmendim. Po, ne duhet që kemi Flori, kemi pasur këtu. Mirë, meriton një tek koncerte ti ki prap, s'ka. Një stadium, një cop stadiumi. Kaq. Mirë, atëherë ne do të kalojmë në një pyetje, unë nuk e di se në një pjesë, nuk e di se ti je me djegset. Për çdo rast unë e them gjithmonë e kemi një ambulancë. I ftuar i kaluar lotoj. Ka ato kinezët më duket që djegin fort. Po, jam siguruar që të djegin. Sepse shumë trima kanë thënë, ja pa kështu, ja pa ashtu edhe. E ka marrë fatosi nga arat e lushnjës, nga serat e lushnjës e ka marrë. Njëra i speci ka hormon të pak. Njëra nga... Mirë, atëherë do të kalojmë në Caliente. Filloj, pyetje e parë me kratleta. Skena për ju. Skena për ju, thot. Që kena pre thojt. Kjo, ha? Ua, kësa mori të parë. Po kjo që ka romane. Po s'ka për ta hapë, se është nxjerrim me filmi, po unë të ta mërë, ta qitë marë, surprizë. Kjo nuk është një pyetje por dënim. Merr në telefon Olsin dhe thuaj që na kanë ftuar në koncert në hapjen e një lounge-in Baldushk. Kom me vërtet një dy shoka në gjitha me ta. Të kam rënë pikës. O Tito, është miku yt që ta kërkoj si nder për të performuar falas dhe do merrni dy gjëra detin për kohë. Tani thujmë ka marr Titi thuj në telefon, do na japi dy gjëra detin. Po nuk e njeh Titin, po e njoh fund. Unë do ta marr, po inshallah dy gjëra deti dhon 200.000 lekë. Vendose me viva. Vendose viva voce dhe afër mikrofonit. Këtu. Mos e thoj ku jesh, prank. Inshallah s'po shafër qafër. Dhe pip. Sap. Është nxjerimi, ju thash. Do e presim. A provoj Mirkenci? Po, ato do thoj Amerikenci. Provoj Mirkenci. Mirkenci kështu. Mirkenci ndoshta Mirkenci nuk e mor. Pas Mirkencin atëherë. Nuk e mor Mirkencin se. Po jam po na merr Titin vetë telefon. Po direzi dhe Lorences më dhe më. Do që ty më vjen keq. Okej. Do që ne po sa do digjesh ti kur të hash atë specin tani. E keni sigurt, ha? Vazhdo. Nuk ta merr Olsin ndërkohë. Po, mbase do ta merr Olsin. Do ta tentoj. Ta presim Olsin. Do ta lëm deri në fund. Unë telefonin e kam des, kështu që Okej. Mirë, kalojmë te pyetja tjetër. I shpëtoj, është zgjuar që s'ke që thua, s'ke që thua. Me cilën nga vajzat e showbizit do dohet kaloje një natë, po tash unë jam burri martuar, nuk nëse do ishe sting ose para se të. Jo, që sa e zdani vërdalla ja driti ha. Ço do ti? Po jo, nuk e di. Lorent, në çdo çift secili nga partnerët ka një krash, një idhull që thot, për këtë do të kisha lënë. Mund të jetë edhe. Po jam Shqipëri apo. Po mirë, thuaj. Megan Foxin. Po kur ishte çik më për zotin Megan Foxin në primin e saj. Për atë edhe unë që jam femër. Ashtu thot dhe inja. Ai pas kam një kompromis me sa duket. Aja. Pyetja e fund në ditë. Rëndit këta artist nga më i miri deri tek pak më i miri. Tashis Në kanë fyka Olsi Bylyku, Klajdi Aruni, Mateus Frogu. Mu me Klajdin të temi histori shkurt më ngatrojnë shumë. Po dhe Gjani. Dhe para shumë vitesh, duke këndu në një lokal natë unë, ngjitëm mbaroj performancën, ngjitëm te dhoma artistin, vjen kamarier, një nga kamarierët të vllai thotë, po të kërkon njëri poshtë. Shkoj jon aty, çfarë bën vllai, pashë, si kalove mirë. Ai thotë, çfarë bën kështu, si s'na flet thotë, të ka hyr porta, më thamë, s'është në vllai. S'të njoh. Për zotin thash nuk njoh, se jam as tip. Thamu, po vllata po kena qenë bashkë në Düsseldorf, më thamu. Thash s'kam qenë në Düsseldorf. Më thamu, ai ke daruni ti. Jo, po jo me lalgës jam unë. E parë herë këto janë gjithë shumë të mirë, nuk po e bëj kështu klishe, i kam gjithë miq. Irken Sykash i pari. Okej. Është super kompozitor, mu më ka dhënë materiale që i ka parë që unë mund shkëlqej dhe ka ndodhur.
Edhe ja vlerësoj shumë shpirtin artistik që ka, edhe pse nuk ka zgjedhur të jetë shumë prezent nëpër media dhe është zgjedhja e tij që e vlerësoj shumë faktin që ai djali është bërë kaq i suksesshëm vetëm duke shik muzikë. Me art, me muzikë. Vetëm me artin e vet. I dyti është Olz Bylyku, i keni rreshtu. I dyti është Olz Bylyku e tham më përpara për të gjithë atë sakrificën thonjza që ka bërë, për luftën që ka bërë me veten, me audiencën thonjza. Edhe në fund të ditës zgjedh të mos dorëzohet asnjë moment, bën pikërisht atë që duhet bëj një artist, dëgjon zemrën, kështu që shumë e rëndësishme. Super. Klajdi dhe Mateosi janë shumë të ndryshëm, dhe duke aq sa janë të ndryshëm kanë dhe një të përbashkët që të dy janë këngëtar, domethënë nuk kanë kush nga këto që tjetë po themi dhe kanë të autor shumë, apo janë shumë të ndryshëm, nuk mund t'i ndaj, kështu që po i lesi mas radhës kot, Klajdi, Mateosi, po janë shumë për të përgjigjur. Si ishte shumë, do të kishit fut në i gjë më mes. Jo, pritse, Ka prape? mua më ka shpëtuar një pyetje, që kam qenë kurioze për të ditur. Po. Se folëm për muzikë, folëm për art, për profesion, po s'folëm fare. S'folëm fare për jetën personale dhe ti në një intervistë ke thënë që kam trastuar. Dhe në një, janë të vjetra, po në një kompeticion, reality show si Big Brotheri, u përfol në media që ti ishe duke trastuar partneren tënde me një konkurrent aty brenda, konkretisht Casey Medine. Do të thënë, si qëndron e vërteta e kësaj situate? Ka ndodhur vërtet që ti e ke trastuar partneren tënde, apo ishte një... Janë gjëra të vjetra, ato deklarata nuk kanë lidhje me këtë temën fare, nuk lidhen me njëra tjetrën, mbi të gjitha, dhe se u lasha tani. Do pak spec. Me thënë të drejtën është një temë që nuk kam qef t'i përgjigjem për një arsye shumë thjesht që në një pikë të karrierës time më kanë dëmtuar emocionalisht, po them, duke përdorur e para duke bërë fiks gjën që unë urrej, që është të jem pjesë e lajmeve e mediave roz. Dhe dyta, unë mendoj dhe jam shumë koshient për këtë, sado që jam njeri modest. Unë e di që kam vlera si artist për atë që përfaqësoj. E di që kam bërë aq shumë muzikë të mirë, kam luftuar shumë e vetëm për të bërë muzikë të mirë, siç kam bërë dhe ndoshta gjëra që s'kan qenë nivel wow. Sa për të mos u përfolur për këtë pjesë. Sa që njerëzit mund të merreshin më pak dhe të vlerësonin më shumë atë që kam dhënë gjithë këto vite në muzikë, edhe mos merreshin kaq shumë me diçka që fund ditës është shumë normale, dhe duhet ta kuptonin që aty ishte një show ku shumë gjëra dhe keq përdoren, edhe zmadhohen. Fund ditës unë s'kam bënë gjë aty mrena që të ketë lidhje me tradhtin. Kështu që më tepër i kanë rëndu vendi ku ishte dhe lajmet i kanë bërë më të mëdha se ç'duhet, kështu që nuk kam dëshirë të përfshi persona të tretë që as nuk i kam njetë, as nuk zgjedh t'i kem, as nuk më intereson. Kështu që ti je i lumtur tani me partneren tënde. Do absolutisht si çdo çift kalon përepetësira, edhe më besoni që të bashkëjetosh me një njerëz si unë nuk është e thjeshtë, duke filluar nga profesioni. Duke filluar nga profesioni që vetvetiu siç thash ke luhati emocionale kështu frikshme, çohesh. Të kap muza. Dhe pastaj te këto presioni i madh që ne kemi edhe kur ne nuk duam ta kemi. Njerëzit na japin një presion sikur, më thon, kanë ca pritshmëri që ndoshta ne s'duam t'i kemi fare te vetja për të arritur ca gjëra që ata duan se s'bën që ti prekësh. Po ndoshta është si vlerësim kjo gjë që është vlerësim, po shumë larg Lorenzo. Është vlerësim, po është dhe mos vlerësim për atë çati ti je, se në fund ditës e zgjedh ti se kush do të jesh dhe ku do të qëndrosh. Po ju artistët jeni pak në vetvete kështu njerëz të vështirë për të kuptuar edhe. Po, është e vështirë që, domethënë, bashkëjetosh me mua. Edhe ai le të çorapet vend pa vend. Jo, kështu jam i rregullt, kam qenë fillim fare, kam qenë halla burr. U rregullove pastaj. Është detyruar të rregullohet. Atë kush është problemi më i madh që kam unë? Cili? Unë nga që kam filluar punën shumë herët, sidomos me muzikën, edhe nga ai moment e mrapa, si thoni, isha pak i përkëdhelur nga familja. I përkëdhelur në sensin që po flet djali gjumë, hajde dalim, ne mos i bëjmë. Nuk të priste njëri të rezin të. Edhe rrobat, më the të çdo gjë e gjija gati te kjo pjesë.
Edhe pastaj kur filloi bashkëtesa, unë kam vesi më i keq që kam pas gjithmonë është peshqiri. Peshqiri mas dushit, se e marr peshqirin me vete, vishem dhe e lë diku në për tavolinë. Nuk e nxjerr në balkon, mori Lorenzo. Edhe erdhi një pik, jo më ai është për t'u la për balkon. Po, domethënë, pastaj nga mos e lër këtu filloi vetëm një kështu. Lori. Peshqiri. Okej, Lori ishte vetëm Po bëj pak më serioze pra, po e tepron tani. Vi ka bashkëtesa këto. Lorenz, sa i dashuruar je tani nga 1 në 10? Unë jam i dashuruar, nuk bëhet fjalë. Është dashuria jetës tënde? Po përderisa bashkëtoj tash. Sa gjërave duke. Në një martesë kështu në horizontin dasëm të madhe ose me radh ti mor burr me radh, dasmë Ndonjë një. ftesë Ta bëj për në dasmë. ta bëj dhe unë si Arbi, ne duam një dasëm, do të ketë një dasëm. Se broma kujton shumë. Tash absolutisht që të dy e kemi qef një dasëm. Pse? Ti Tiranë, ti do Po nuk dasëm e të kemi, madhe. po, shumë të madhe. Sidomos unë s'di kam fillen e kam marrë shkollë. Po, me thënë drejtën thjesht duke kemi me nxitim se duke qenë se kemi qef bëjmë dasëm qefi. Po. Mos ta bëjmë Kush si e për nxito? Me kështu që merrni Kush kanë e tuaj. nxito? Me thonë drejtën Nxitoni. do kisha shumë qef që ndasëm kisha çunin me kostum të vogël ose me Pra ti po punoni për një fëmijë. thash? Më kishe të drejtë fat. Kisha të drejtë që pyeta Pra, për ja fëmijë. nisur planet për një fëmijë apo? Po për një robi s'bo plane për ca S'bo gjona. plane. Kur ta sjelli Zoti. Ca gjona në momentin që vijnë janë të Mirëpritura. Lorenz, para se të lëm të ikësh, do na këndosh pak një këngë, zgjidhe ti çfarë të duash. Keni bo fix gjën që ti më kur jam në një tavolinë ta na knej kong. Për Po Zotin. dhe nëse gjithë të tjerë Si jemi nuk kemi mund të 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 veçantë. Nuk është se jemi Na ikësh pa një alien, këngë. domethënë. Okej, çka kongë doni vlla? Kë dua. Do një tuaj, Regjia- nëse do tuaj don't you worry child, se dua ta dëgjoj prap. Hajde, Nëse për do ju një nga kësaj. tuat pastaj, Po se Maja s'men apo doni vetëm refrenin? Vetëm refreni. Vetëm refreni. Vetëm titrat, hë. Don't you worry, child. See, every's got a plan for you. Don't you worry now. Hey. Lorenz, shumë faleminderit që faleminderit. ishte What of a Show. Ishte Durojmë shumë shumë kënaqësi. suksese, do të ndjekim dhe mezi presim të dëgjojmë këngën në Pres festival. të qoshe një nga ato katunet e Shqipërisë i ki mjetë. Ku do të jemi? Do ta zgjidhim, do ta zgjidhim. Faleminderit. Mirë atëre, ne së bashku ne do shemi përsëri të premteve në orën 8 si gjithmonë. Dhe ju do na ndiqni sepse ne për çdo gjë themi What the fuck? Pafshim! Ándale.